rasti me Imam Buhariun, rahimahullahu taala, i cili në Uzbekistan, në Bukhara, prej atje filloi dhe vazhdimisht gjatë gjithë jetës së tij u torturua, u përzu, nuk u dasht nga njerëz. Pse? Për dy arsye. E para, për shkak se Imam Buhariu rahimahullahu taala nuk u shkonte sultanave apo emirave të asaj kohë që t'u mësojë fëmijët e tyre në shtëpitë e tyre. Thonte diturisë i shkohet. Dituria nuk vjen. Dhe për këtë arsye ata për shkak se Imam Buhariu nuk u plotësonte dëshirën e tyre që atë shkojnë të mëson enkas, për shkak se këto fëmijë e elitës së lartë duhet të shkojë Imam Buhariu rahimahullahu taala special për të mësuar fëmijët e tyre në për pallatet e tyre. E Imam Buhariu këtë gjë nuk e pranonte. Janë me ktep. Janë me ktep, thonte. Eja të shtëpia ime, eja të vendi ku caktohet dersi, ligjërata. Nëse do që të kesh bereqet. Për ndryshe, siç kanë thonë shumë dietarëve, dituria nuk arrihet me çka? Me rahatin e trupit. Ti duhesh mu lodh. Dituria, kanë thonë disa dietarë tjerë, dituria nuk t'i jep pak përderisa ti t'i jepësh komplet diturisë. Nuk t'i jep pak përveç se nëse ti jepësh komplet i gjithi diturisë.